Janë zbardhur detaje të reja nga vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, i ekzekutuar një ditë më parë në qytetin e Vlorës. Hetimet paraprake tregojnë se vrasja mund të ketë lidhje me refuzimin e viktimës për të shitur banesën e tij, e cila ndodhej në një zonë të lakmuar për ndërtime dhe resorte turistike, shkruan IOQ. Ta afërm të Hoxhajt kanë dëshmuar përpara hetuesve se ai ishte shfaqur i shqetësuar kohët e fundit, pasi kishte marrë kërcënime të përsëritura për të dorëzuar pronën. Sipas tyre, viktima kishte refuzuar të shiste shtëpinë për ndërtimin e një pallati në atë zonë. Në kuadër të hetimeve, policia ka shoqëruar 5 persona, mes tyre dhe pronarin e pallatit ngjitur me shtëpinë e Hoxhajt, për të sqaruar nëse ekziston një konflikt pronësie që mund ta ketë çuar në vrasje. Nga pamjet filmike të sekuestruara në vendngjarje, duket autori maskuar që qëllon 58 vjeçarin me 4 plumba, 2 prej të cilëve në kokë dhe 2 në trup. Renato Hoxhaj jetonte prej 2 vitesh me një partnere pas divorcit nga bashkëshortja, ndërsa 2 fëmijët e tij jetonin prej vitesh jashtë vendit.